Episodi i përjetshëm përputhen më 2 tetor 2025. Episodi ka për veti karakterin dramatik dhe emocional që e bën publikun të lidhet me historitë e dashurisë dhe me përballjet ndërpersonale të konkurrentëve. Në datën 2 tetor 2025 pritet që episodi të ndërthurë momente lufte, përballime, afrime dhe keq kuptime të thella që tensionojnë sinqeritetin dhe qëndrueshmërinë e marrëdhënieve, prezantimin dhe tensionin që vijnë nga episodet pasardhëse. Në fillim moderatori rikthen disa momente kryesore nga episodet e ditëve të fundit: thyrje, besimi, akuzat për lojë strategjike, sinjale dyshuese që janë ndjekur si shenja paralajmëruese. Kjo sjell një atmosferë pritje. Çfarë do të shpërthej sot? Luhati në marrëdhënie, afrim dhe largim. Një moment që nuk mungon në përputhje është ky, një çift që pak më parë tregonte përmbajtje emocionuese tani përballet me tensionin e ftojes. Për shembull, bashkëbisedime që nisin në buzëqeshje, por gradualisht u kthyen në vështirësi. Në vështrime të ftohta, keq kuptime ose keqardhje që nuk u komunikuan më parë. Përdoret skena e takimit 1-1 ose date programi, ku dy konkurrentë shkojnë jashtë studios për të sqaruar ku ka kaluar kriza, mungesë e sinqeritetit, fjalë të papritura, dyshime që thyen pas shpine, shpërthime dhe përballje direkte. Në studion televizive shpalosen momente më të tensionuara, akuza direkte, replika të ashpra, qajm, ulërim, ndërhyrje nga moderatori, ku kjo është pika ku zakonisht publiku shpërthen, mbështetësi duar trokasin, kritikët brohorasin, kamera ka fytyra të ndryshme. Shpesh ndodh që dikush propozon lidhje përpara kamerave ose bën deklarata mbefasuese për të ndryshuar